الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ثم ما بعد Allahu në falenderojmë vetëm prej Tij ndihmë, falje, mëshirë, begatim, mirësi kërkojmë, salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin edhe që do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut do të mundohemi të themi diçka për ngjarjen e Isras dhe Mirajit. Kjo ngjarje është një ngjarje jashtëzakonshme dhe mrekulli sublime që i ka ndodhur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Isra i thuhet udhëtimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Qabja, nga Mekkeja për në Quds, për në Jerusalem, respektivisht për në Mesjidul Aqsa. Dhe kjo udhëtim quhet Isra për arsye se ka ndodhur natën. Derisa Miraj i thuhet udhëtimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Mesjidul Aqsaja deri në Sidratul Muntaha apo nga Xhamia e Shenjtë në Jerusalem deri në qiellin më të lartë. Për këtë ngjarje ka folur Allahu në Kur'an dhe ka thënë Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. I lartëmadhruar është ai i cili mori robën e tij natën nga Mesjidul Harami për në Mesjidul Aqsa. Linuriyahu min ayatina, që t'ja tregojmë disa nga shenjat, nga mrekullitë tona, me të vërtetë Allahu është dëgjues dhe pamës. E përshkruan Allahu ngjarjen në vija të trasha se për çka bëhet fjalë. Pra bëhet fjalë për një udhëtim në një pjesë të natës nga Mesjidul Harami në Mekë drejt Mesjidul Aqsas në Palestinë, në Jerusalem dhe pastaj prej aty në Sidratul Muntaha. Për këtë ndodhi kanë transmetuar mbi 45 shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ngjarje ka ndodhur në natën e 27 të muajit Rexhep në vitin e 11 të shpalljes. Edhe kjo ndodhi është realizuar natën, sikurse Kur'ani që ka filluar të shpallet dhe të zbritet natën. Në vazhdim do të shohim disa nga arsyet apo shkaqet pse ndodhi Israja dhe Miraji. Prej këtyre arsyeve janë e para, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte duke përjetuar momentet më të vështira në jetën e tij. Pastaj disa prej muslimanëve kishin emigruar për në Abesini, për në Etiopinë e sotshme. Pastaj 3 vite muslimanët kishin izolim ekonomik. Muslimanët dhe familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishin izolim ekonomik, apo me gjuhën e sotshme kishin embargo, bojkot nga ana e mushrikëve Kurejshit. Pastaj kishin rënë dëshmorët e parë të Islamit, Jasiri dhe Sumeja, apo nana dhe baba e Amar ibn Jasirit. Muslimanët ishin duke i përjetu vujtjet dhe mundimet më të mëdha se kurdoherë. Po ashtu ky viti 11 i shpalljes njihet në historinë islame si viti i mërzisë, viti i pikëllimit, Amul Huzni, për arsye se në këtë vit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam do t'i humb 2
për krahasit mbështetësit e tij më të mëdhenj, do të ndrojë jetë bashkëshortja e vet, Hadixha radhiyallahu anha, dhe do të ndrojë jetë axha i vet, Ebu Talibi. Në këtë vit ka ndodhur edhe një ngjarje e rëndë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ka ndodhur refuzimi nga ana e banorëve të Taifit. Taifi është një vend afër Mekkes. Në këtë vend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte shku për të përhap mesazhin e Islamit dhe t'i fton banorët e Taifit që ta pranojnë Islamin, duke u dakordu paraprakisht me udhëheqësit e Taifit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të shkon atje. Këta njerëz lërë që refuzojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po ata e përzon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke i nxjerrur në rrugë fëmijët dhe të çmendurit që ta godasin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me gur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përjeton në rënd këtë trajtim që ja bëjnë banorët e Taifit dhe e ka cilësuar këtë ngjarje, këtë ndodhi të jetës së tij, sikur dita më e rëndë dhe më e vështirë në jetën e tij. Pas gjitha këtyre ngjarjeve dhe situatave të vështira që kishte përjetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu kishte dashur që ta ngrit moralin dhe t'i jep mbështetje për të vazhduar rrugën në kumtimin dhe përcjelljen e mësimeve islame. Për këtë arsye, në natën e 27 të muajit të Rexhep, në vitin e 11 të shpalljes, Allahu e ngriti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mbi 7 palë qej dhe ja tregoi disa nga mrekullitë. Ky udhtim sipas mendimit më të saktë ka ndodhur edhe me trup, edhe me shpirt, edhe pse ka disa nga dietarët të cilët pohojnë se ky udhtim ka ndodhur vetëm me anë të shpirtit, ose disa të tjerë thonë se Israja, pra udhtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Mekkeja deri në Mesxhidul Aqsa ka ndodhur me trup dhe me shpirt, ndërsa Miraxhi ka ndodhur vetëm me shpirt. Sido që të jetë, Allahu në ajetin kuranor e përdor shprehjen abd, që do thotë rob, e cila ngërthen edhe trupin edhe shpirtin. Mënyra e realizimit se si është ka ndodhur Israja dhe Miraxhi, këtë na e ka treguar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë jam bartur, që do thotë se ka pas një mjet specifik me të cilin e ka realizuar këtë udhtim, sikurse që ka qenë kafsha buraku, e cila nuk është kafsh që i përket kafshëve të kësaj bote, është një mjet udhtimi special që ne nuk dim për të. Fillimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka pri në namaz gjithë pejgamberëve në Mesxhidul Aqsa, ku u ka falur 2 rekate si imam. Pastaj bashkë me Xhibrilin alayhis salam ka vazhduar për të kryer Miraxhin. Në Kur'an janë përmendur 7 palë qej dhe për të arritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Sidratul Muntaha është dashur që t'i kalojë të gjithë këto qej. Në qiellin e parë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të takohet me Ademin alayhis salam. Aty do të takohet me Ademin alayhis salam dhe do të përshëndetet me ata. Në qiellin e dytë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të takojë Isën alayhis salam bashkë me Jahjan alayhis salam, të cilët këto dy kanë qenë djemteze të Zak ndërmjet vetë. Në qiellin e tretë e ka takuar Jusufin alayhis salam. Në qiellin e katërt e ka takuar Idrisin alayhis salam. Në qiellin e pestë është taku me Harunin alayhis salam. Dhe në qiellin e gjashtë është taku me Musën alayhis salam dhe në fund në qiellin e shtatë e ka takuar Ibrahimin alayhis salam. Gjatë këtij udhtimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është taku me këto pejgamber të dalluar. Dhe në një vend të caktuar Xhibrili alayhis salam është ndal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë e ka vazhdu udhtimin dhe ka kalu përtej Bejtul Ma'murit për të komunikuar me Allahun e lartëmadhëruar. Në natën e Miraxhit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju dhan 5 kohët e namazit. U bë farz namazi, i cili është edhe obligimi i vetëm në Islam që është bë farz, është bë obligim në qiell. Pra gjitha obligimet, gjitha edhe Kurani ka zbrit derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në tokë, derisa namazi i është shpall, i është bë obligim derisa ka qenë në qiell. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është dhënë drejta për shefat, ndërmjetësimi në ditën e gjykimit dhe janë dhënë 2 ajetet e fundit të surës Al-Baqara, Amr Rasuli dhe la yukellifullahu nafsan illa wusaha, 2 ajetet e fundit të surës Al-Baqara.
Nga kjo ngjarje mësojmë se krijesat e Allahut janë të shumta dhe ne nuk dim shumë rreth tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë udhtim i ka pa melekët, disa nga melekët, e ka pa krijimtarinë e Allahut në qiell dhe u ngjit deri në Sidratul Muntaha, në qiellin më të lartë. Ajo që duhet të përmendim këtu është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë udhtim nuk e ka pa Allahun xhalla shanuhu. Kur e ka pyetur shoku i tij, Abu Dharr radhiyallahu anhu, se e ka parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahun, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, ai është dritë, si mund që ta shoh dikush dritën. Po ashtu edhe Aisha radhiyallahu anha ka thënë se kushdo që thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka parë Allahun, ai ka gënyer. Pasi që Allahu thotë në Kur'an, la tudrikuhul absar, nuk e sheh Allahun askush me sy. Në këtë dunja Allahu nuk shihet. Allahu do të shihet në xhenet, inshallah na mundson që të him atje dhe vetëm banorët e xhenetit do të mund ta shohin Allahun xhallal shan. Disa prej rezultateve të këtij udhëtimi janë kur u kthye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga udhëtimi dhe i lajmëroi njerëzit se çfarë ka përjetuar, njerëzit u tallën, shumica u tallën dhe nuk i besuan. Kur njerëzit shkuan te Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe i thanë se shoku jot po thotë se ka qenë në këtë udhtim të Isras dhe Mirajit natën, thotë çka thua ti për këtë fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Abu Bekri radhiyallahu anhu thotë, a ka thonë pejgamberi alaihi salam kështu? A ka thonë Muhamedi kështu? Thotë po, thotë, unë i besoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por unë i besoj edhe për diçka më të madhe se kjo, sepse unë i besoj se atij i shpallet fjala e Allahut, Kur'ani famullar. Dhe nga ky moment Abu Bekri radhiyallahu anhu e merr pseudonimin e Siddik, i sinqerti apo i besueshmi. Me këtë ndodhi u pastruan radhët e muslimanëve. Ata që e kishin besimin me dilema, ata që ishin hipokrit munafik, u larguan nga radhët e muslimanëve. Kjo ishte shumë e shëndetshme për shoqërinë muslimane në atë kohë, pasi që ishte shumë e mirë për të vazhduar rrugën vetëm ata musliman, vetëm ata besimtar që ishin të paluhatur dhe të palëkundur në besimin e tyre. Pastaj nga ajeti kuranor e kuptojmë se do të çlirohet Mesxhidul Aqsaja. Pasi Allahu i referohet në ajet si xhami, Mesxhidul Aqsas, e cila në atë kohë ka qenë kish. Ajeti të cilin Allahu thot subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa, sinjalizon, paralajmëron se do të bëhet çlirimi i Mesxhidul Aqsas dhe kjo do të ndodhë në kohën e Omerit radhiyallahu anhu dhe kisha do të shndrohet përsëri në xhami sikurse që ka qenë në fillim. Pastaj tham se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u takua me disa nga pejgamberët. Në qiellin e ditë ai u takua me Isa alayhis salam dhe me Yahya alayhis salam. Në secilin qiell e ka takuar vetëm nga një pejgamber. Ndërsa në qiellin e dytë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka takuar këto dy pejgamber. Dhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka takuar dy pejgamber në qiellin e dytë? Kjo ndëgjojeni ndoshta edhe se keni ndëgjuar më herët, në qiellin e dytë ishin Isa edhe Yahya alayhis salam. E në qiellit e tjerë kanë qenë vetëm nga një pejgamber. Kjo është për arsye se Isa alayhis salam do të zbret në tokë kur të afrohet kiameti. Kur të zbret Isa alayhis salam, Yahya alayhis salam do të ngel në qiell dhe qielli nuk do të ngel pa pejgamber, sepse na besojmë dhe e dim se Isa alayhis salam do të zbret në tokë, ashtu sikur se ka thënë Allahu në Kur'an, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum bal rafa Allahu ilayhi. Dhe nuk e kanë vrarë, as nuk e kanë ngojdu Isa alayhis salam, mirë po ju është duk atyre dhe Allahu e ka ngrit pranë vetes. Mrekullitë dhe mësimet nga kjo ngjarje nuk kanë fund, dhe janë të jashtëzakonshme. Duhet me ditë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë as-salatu mirajul mu'min. Namazi është miraxhi i besimtarit. Ngritja e vetme ku besimtari ngrihet te Allahu është namazi. Për neve miraxhi është falja e namazit dhe zbatimi i obligimeve ndaj krijuesit ton Allahut të plotfuqishëm. Allahu na dhash të mira në dunja dhe në ahiret, të marrim mësim nga të gjitha ndodhitë që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo ndodhi e jashtëzakonshme është prej mrekullive të cilat i kanë ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka mësime shumë të dobishme. Mirë po mrekullia më e madhe që është shkallë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është
fjala e Allahut, Kur'ani. Andaj njerëzit sot, në të kaluarën dhe sot, edhe në të ardhmen nuk do të jenë në gjendje që ta bëjnë një Kur'an të ngjashëm me Kur'anin që na ka shpallur neve muslimanëve, dhe Allahu i ka sfidu disa herë, nëse mundën ta sjellin një libër si Kur'ani. Pastaj njerëzit kanë dështuar dhe nuk kanë mund ta bëjnë. Allahu pastaj ka thonë që të mundën të bëjnë 10 sure apo 10 kaptina ngjashëm si Kur'ani. Edhe këto nuk kanë arritur që njerëzit ta bëjnë, derisa Allahu pastaj ka sfidu që ta sjellin vetëm një ajet të vetëm, sikurse Kur'ani, dhe ka thonë: "Wa in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli." Thotë, nëse jeni në dyshim të asaj që ne e kemi shpallur robit ton, thotë atëherë silleni një ajet të vetëm të Kur'anit. Silleni një sure të vetme të Kur'anit dhe e sfidojeni Kur'anin që ne ja kemi shpallur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.